zoti kryetari i komunës Shubri Buja. Unë jam dhe unë e vim prej vjetës akademike politikë, prezentoj për da përësime për aprate, po për shokët sot, për shokët energi, për shokët vullnet, për shokët vendosëri. Sa fitore që atribuis në Olimpiadë. Po i ish përgosit politik, po i mësimdhënësit, se njëri pjesë të bëhe dhe mësimdhënësve në Olimpiadë, po i ndërmarrësit, po i sportistat, po çdo qytetar të Olimpiadit, i cili ka në mbështetje të shkërbues për qenë kryetar i komunës. Shukrio është kandidati më i mirë që mund të auheqë Olimpiadin, se në ne është dikush i cili dëgjon hallet e juja. Dhe duke dëgju hallet e juja, di që hallet e juja ti përthen politika konkrete dhe përmes programit që prezentoj, tregon që e din se çka do të bëjmë në komunën e Olimpiadit ditën e parë, javën e parë dhe muajin e parë. Është dikush i cili ka udhëhequr në komunën e Olimpiadit, është dikush i cili unë ka pas derën bashkëpunëtor së Ministrisë së Arsimit, i cili ditë sjell projekte nga qeveria qendrore këtu në Olimpiadë, dhe Shukriu është adresa e zhvillimit, është adresa e përparimit, është adresa e arsimit cilësor, është adresa e urbanizimit të mundëtjeshëm të Olimpiadit. Si dikush i cili ka qenë gjatë në rrugën e përpjekjeve të tij për lirinë e Kosovës, si shqiptarës politik, si komandant ushtar dhe të Kosovës, si politikan i Kosovës së pasurimes, si dikush i cili ka shërbyer në shtetërtimin e Kosovës. Olimpiadi i vitit 2025 ka nevojë që me votën e tij me 12 nëntor, pa ballotazh, përderë si Partia Demokratike e Kosovës, fitore e jonë në Olimpiadë, fitore e Olimpiadë, në diqeni shumica këtu, ata dhe simpatizatë të që gjuarë të tjerë, që të rëndërëgjë gjuarë të një njësë të të një. Po përderë e fitoria në Olimpiadë, të regojnë që në 5-10 vitet të ardhshme, do t'jetë vetëm Partia Demokratike e Kosovës aja që do t'a fiton pushtetin qendror. Prandaj fitoj në Olimpiadë. Analiza është e kryne, të numërin 191. Se kemi se generale Shubri Buja, edhe këta e konfrontohet të të përtime që si në përqetit në tërë të në rastësot për të mime. Unë e kështë të shirë që i vërshë të kishova nuk në emë e vërshë shumë.
komandantë më shumë dhe ikin e tina, e kemi zime, e kemi Partinë Demokratike Kosovës, zotin general Shufikuji, që të edhe veshtë të këtë se kuko gjohë ma kukur se nuk rrisi të në të një. Nuk këtë shqipse, se është me tiru nga ona shmajtë dhe nga ona gjohë. Kështu që nuk kemi ka shkoni për jashtë të Partinë Demokratike se aty është zandë, aty është Shazana. Me ndirin dhe respektin më të madh, ftoi para jush kryetarin e dekës së Partisë Demokratike të Kosovës, kryetarin e Kosovës, kryetarin e Kosovës, Investit gabinete shkollore të vendeve shkencore si kimi, fizik, biologi dhe teknologi informative në të gjitha shkollat.
editore dhe biblioteke digjitale, aplikimi i mësimit drejtor në 3 shkolla për një projekt me mundësi qërimi, investime në hapësira shkollore dhe rrethoje të sigurt, terrene moderne sportive, ndryshim dhe kamera sigurie. Shkolla do i kthejë në funksion të qendrës komunitare për aktivitete edukative plotësuese me kurse dhe trajnime falas për zënësit, si dhe aktivitete tjera plotësuese sportive e kulturore. Mbështetje financiare për studentët e adaptuar dhe praktikë profesionale me pagesë të sapo diplomuare, organizimin e transportit publik falas të gjithë nxënësit e shkollave të mesme, uniforma shkollore falas të gjithë nxënësit, ndërtimi i qendrës për fëmijë me kapacitet për vendimim vendmarrimi, ripari i madh, krojisht dhe organitetet të rreth. Ndërtimi i qendrës rinore në ripar të madh dhe krojisht, ndërtimi i fushës së futbollit të madh me usje në vendmarrime, ripari i madh, rikonstruktimi i rrugës kryesore, ripari i madh dhe ripari i madh të ri, duke i zgjeruar sipas standardeve me trotuar përmirësor, shtigje për ciklistë, sinjalistik, ndryshim publik dhe shportat e veturimit. Rregullimi i shtigjeve të ecjes, ripari i madh krojisht. Hapja dhe asfaltimi i rrugës që lidh vendmarimet krajisht dhe përrekvizit. Rregullimi i shtigjeve të ecjes dhe vendosja e 3 shkronjve, të ushtrimit të Kosovës në kuadrën e fshatit krajisht. Rikonstruimi i rrugës kryesore të ushtrimit të Kosovës, rrugës deri te shkolla fillore Levi Ujoni, si edhe rrugës deri te Karrezat me shtigje për mësues në përrekvizit. Rikonstruimi i rrugëve kryesore me shtigje të mësuesve, ciklistëve dhe sinjalistik bujar. Asfaltimi i rrugës Pernica bujar, ndërtimi i rrugës UÇK-s, Parigot, sport, asfaltimi të gjitha rrugicave, të lagje me trotuar dhe ndryshim në të gjitha këto lokalitete, rritja e kapaciteteve të furnizimit me ujë në 24 orë, si edhe shërimi i rrjetit të sjesit dhe garancime për të gjitha lagjet e papërfshira, ndërtimi i rrjetit të sjesit në vendmarrime të riparë të madh, Krojisht, Bujan, Prekvizit, Llambogjan dhe Parigot, riorganizimi dhe funksionalizimi i transportit publik në të gjitha këto lokalitete, si edhe ndërtimi i vendndaljeve të autobusëve në pikat të rregullueshme, investime në të gjitha hapësirat publike, brenda këtyre lokaliteteve me projekte të dhëna e numra komune, si Porsche, qendrim të lartë, qendrore dhe lodha për fëmijë, themelimi i tërmarrjes publike për nevojat e rregullt të rrugëve, trotuareve, ndryshime të hapësirave publike, shtretërve të këmbëve, valezat dhe menaxhim të motorinave, fuqizimi kujdesit për një aktivë në shërbim 24 orë me staf të kompletuar profesional për realizimin e vizitave në shtëpi për pacientë pa devotshëm, ngritja e cilësisë së shërbimeve stomatologjike dhe shërbime për vaksinim, pediatrik, ginekologji dhe urgjencës, shëndeti i gruas si prioritet kryesor, mbështetje në edukim, diagnozë dhe parandalim të hershëm të sëmundjeve kancerogjene, sigurimi dhe oftalmologa të pajisura për shërbime emergjente të shpërndara në qendrat organe për të siguruar intervenime të shpejta në raste emergjente në të gjitha vendmarimet, ndihmë emergjente 300 euro për familje të gjendje të rëndë sociale ekonomike, 100 euro muaj për ato familjes me sëmundje kronike, shtëpi rezidenciale për qytetarë, pa përkujdesje, mbështetje financiare për vrarë në nevojë dhe viktimat e rrugës familje, ndërtimi i qendrës së parimit për kategoritë e tona nga lufta për 450 familje. Rritja e subvencionimeve për forë, tera, pajisje teknologjike bujqësore, fond për fermer për kompenzim të dëmeve natyrore, gronde deri në 2.000 euro për fermer të rinj për përpunim, sera, paketim dhe marketing, fonde veçantë për 200.000 euro të vetë për mbështetje financiare të ndërmarrësisë të të rinjët, investime në gjendra rinore lokale për shpëtimin e aktiviteteve kulturore dhe artistike, mbështetje financiare për të gjitha klubet sportive, shoqëritë kulturore artistike dhe organizata të tjera
pjesëmarrje në kohë. Ato skecën e kry, kanalizimin që me kry ma herët, do të rregullojmë që po funksionon, aty ku s'kemi kanalizim, do të ashtojmë që kry të rregullojmë. Pjesët ZSC të këti programe janë për ju dhe nuk kanë kosto që duke se janë të për kohë. Kosto e qita projekteve kreditare që kemi janë 32 milion euro, 2 projekte shmallore kemi me partnerët publiko-privat, dërsa pjesë e projekteve për rrugë të gjatë, për kanalizime, për që ati projësjetin dhe qëtë tip lokalitetin cile nuk ka srejti në mësjetin do tjetë prioriteti po. Uji është prioriteti një borë që ta rëgëllon qëtë komunën e veçati në flota, 5 flota në cilat nuk kemi nga letë të qëtë. Unë jam sot shumë i dërru, jam i dërruar se jam para ju. Ju që e keni përkrahur që punë Partit Demokratik, ju që e keni përndjerë që punë edhe nëtarit të partisë, presidenti të ndërru, i cili po përpallën dhe një pekej për Kosovë, për me mbrojtje të mira të shqiptarë Kosovë. Ju që e punë i keni përndjerë me vota të i keni përndjerë Kadri Besim, drejtorit të Parlamentit të Kosovë, Jakub Rashidi, Së bashku, ja dalë në ndryshim, sfidojmë paparëtarës të aparatorët e rrëmë.